Zoti Merkoçi, të zbresim në realitetin politik shqiptar, teksa ditën e sotme kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se Belinda Balluku po tenton që të blej pasaport huaj dhe të arratiset jashtë vendit. Ju si mendoni, a ka gjasa dhe mundësi për të realizuar një gjë të tillë Belinda Balluku? Belinda nuk ka nevojë që të blej pasaport huaj, se Belinda ka pasaport greke. Etu në Greqi, Belinda ka letër të Greqit, që nuk ka nevojë të blej pasaport huaj. Problemi është ikja e Belindës nga Shqipëria. E nëse Belinda do të ikë nga Shqipëria, atëherë do të vërtetohet katërcifrisht ajo çfarë spaku për arrestimin e saj. Dhe do të vërtetohet edhe një herë që Rama pastaj është skenar e Ramës. Do të kuptoni një gjë, askush nuk mund të largohet nga Shqipëria pa lejen dhe kontrollin e Ramës. Ashtu si Çiko Agashi me lejen e Ramës, që u largua nga Shqipëria, ashtu mund të ikte edhe Belinda Balluku. Dhe nuk besoj se Belinda Balluku sot, në këto lloj momentesh, është kaq e lirë, pavarësisht se ajo nuk është arrest burgu apo arrest shtëpie, por kontrolli mbi të patjetër që është shërimi që i bëhet Belindës. Nuk besoj se spaku ka lënë Belindën të lirë, aq të lirë sa edhe mund të largohet. Nëse deklarohet që Belinda kërkon që të blej një pasaport huaj, do të thotë se informacioni që ka brenda familjes të Belindës, e ku e merr tjetër informacion. Kështu që tregon se pas ka një kontroll. Dil ka informacione. Në momentin që del informacioni, do të thotë se është në Shqipëri. Që nuk e gjykoj kaq të thjesht ikjen e Belindës. Belinda po të ishte për t'ikur, Belinda ishte ikur me kohë, por me sa duket janë rrethana dhe kurse të tjera të cilat nuk e largohet në Shqipëri. Si mendoni, çfarë e pret Belinda Ballukun tashmë pas mbrojtjes që i bëri Edi Rama në kuvend duke votuar mosheqjen e imunitetit të saj dhe duke bllokuar nga ana tjetër dhe spakun? Por edhe vetë Edi Ramën sa mund të zjas një situatë të tillë dhe nga ana tjetër spaku deri në cilën pikë mund të shkojë që mund godas Ballukun, por edhe vetë Edi Ramën. Nuk ka rëndësi se goditet Balluku dhe të goditet Rama. Rama të paktën në këto momente është goditur në vetë spaku. Unë do të sugjeroj që sa është spaku i aftë të veprojë mbi Ramën, sepse vetëm porti i Durrësit, akuza që ka marrë spaku dhe dosi që ka marrë spaku, porti i Durrësit automatikisht implikon Ramën dhe çështja është hapur në emër të Ramës. Ose kjo 5 maj, ku prap akuza është për Ramën dhe për Velia. Velia është në burg, Rama është për jashtë. Pra nëse spaku do tjetë javë ta bëj, spaku i ka të gjithë duhet të lira për të bërë edhe arrestimin. Apo edhe pezullimin e detyra, gjithë marrë një vendim për ka marrë Ramës pandero. Rama e ka mbushur të gjitha premisat edhe kushtet për të qenë pandero i spaku. Sa është spaku i Zotit për ta bërë këtë, ajo është në dorë të atyre, pastaj absolutisht është një tjetër nuk se çfarë ndodh brenda institucionit. Frika më e madhe është që spaku nuk po godet atë ku duhet godasi, një e para. Dhe e dyta, pjesa më e keqe e spakut është pjesa e konfiskimit të pasurive. Pra, spaku ka 7 vjet që është si organ që funksionon si organ dhe nuk absolutisht kemi një minimale të konfiskimit, disa makina, disa gjëra ordinare. Ka konfiskuar një shumë qesharake, këtu flitet për miliarda e euro të vjedhura në këtë vend dhe konfiskosh 3 milionë euro është tepër ose 4 milionë euro është tepër qesharake. Me këtë konfiskimin që kanë bërë spaku, ata edhe rrogën e tyre nuk e justifikojnë të pra me aq sa kanë bërë. Dhe pritshmëria e popullit ka qenë shumë e madhe, por edhe zhgënjimi tashmë i popullit është shumë i madh. Tash nuk ka rëndësi nëse e dënon një njeri, e dënon 10 vjet, 5 vjet, 3 vjet, 2 vjet, nuk ka rëndësi fare. Në momentin që ti nuk bën konfiskimin e pasurisë, pra kthimin e madhe që është vjedhur,
nuk ka asnjë lloj vlere, pastaj Spaku i ka rënë kreditet. Edhe në opinionin publik Spaku nuk është më ai Spaku që me zor priste se çfarë do bëj, si do bëj, kë do arrestoj, kë do bëj. Sot nuk është më ai Spak që kishte atë lloj përshmërie. Tash pikërisht sepse njerëzit janë ndërgjegjësuar tashmë me arrestimet që bën Spaku apo me akuzat që ngren Spaku, me të zgjatet që bën Spaku, dhe seleksionimet që bën Spaku. Dhe ajo që është më kryesore, pastaj njerëzit nuk ndjejnë atë pjesën e mallit të vjedhur. Pra, kur është vjedhur një vend që është vjedhur dhe ti nuk i kthen, dhe miliarderë dhe milionerët vazhdojnë akoma, i gëzojnë, i bëjnë, pavarësisht se janë në akuzë, pavarësisht se janë nëpër dyert e Spakut, ata i shef politik, i shef nëpër media, i shef nëpër gazeta, nuk kanë televizion që nuk i nxjerrin, nuk dalin, nuk bëjnë në formë. Dhe Rama tashmë duket se ka një ngërç tek Spaku apo një frikë, nuk di se si ta quaj, apo një përplasje, apo një vetëgestionim Spakut, tash i Ramës, të nuk di ta them, por shoh që Spaku shumë i stopuar në këtë moment. Ma që stopuar, tha Rama, jo vetëm që e mbrojtë Belinda Ballukun me pathos të madh, por ajo që është kryesore i bëri Kashillikun duke drejtuar përsëri duke u futur në fushat. Dhe të në kohë që Spaku pavarësisht se e hodhi poshtë kërkesën par parlamentit, Spaku në akuzat e tjera, loteve të tjera që kishte për tunelin e tash, kishte të gjitha argumentet për t'i kërkuar rishtas, dhe nuk e ndalon ligji, nuk e ndalon fare për t'i kërkuar rishtas. Lejen për arrestimin e Belinda Ballukut, një gjë të tillë nuk u bë nga Spaku, dhe kjo të kenë për dyshuar në veprimet e Spakut. Zoti Merkoçi, Berisha ka rikthyer në vëmendje të opinionit publik dosjen e Xhibrakës, ku dyshohet si i përfshirë edhe vllai kryeministrit Edi Rama, Olsi Rama, ndërkohë që ju në intervistat e zhvilluara këtu në Agora News e keni përmendur vazhdimisht aspektin e dosjes së Xhibrakës dhe rolin e gjermanëve. Në këtë rast, nga ana e tij Berisha është duke paralajmëruar diçka me denoncimin e sotëm, apo është thjesht për retorik politike? Zakonisht partitë politike më tepër merren me retorikën politike apo me një çashk që mund të hedhin në momente të duhura të tyre kur ndihen keq dhe hedhin në çashk. Ashtu siç ka ndodhur vite nuk folën, dhe më pas filluan edhe i hodhën një deklaratë. Kështu është edhe kjo e Xhibrakut. Unë ja u kam shtjelluar çështjen e Xhibrakut, qysh me arën e ministrit gjerman që në Spak, qysh me call centerin që është në hetim në Gjermani dhe emri i Olsi Ramës është i përfshirë totalisht aty, dhe kuptohet që kanë edhe çështjen e Xhibrakës, sepse ishte një hetim i gjermanëve dhe ardhja këtu për ta realizuar dhe për ta përmbyllur të gjithë procesin u dekonspirua nga shteti shqiptar, kështu që gjerman patjetër nuk do ta lejnë, e kanë, si të themi, vatën vesh për një arsye të thjeshtë, sepse edhe vetë Spaku në deklarimin e tij ka thënë që ky person nuk është Olsi Rama, por duket i tillë me këto parametra, me këtë parametër, pra ti dyshosh që e mbrojtën, unë e kam deklaruar në atë deklaratë kur ka bërë Spaku. Spaku mundua ta mbrojë Ramën, por nuk mbrohet dot se do dalë. Se kush është, nuk është e vështirë shumë për të vërtetuar se kur makina dihet, persona dihet, dhe vetëm ky nuk u identifikohet. Të gjithë tjerët po, vetëm ky nuk identifikohet. Ky gjerman patjetër që e kanë sepse call centeret janë kthyer në hajdutit më të mëdhenj të vendit, ai sa të vjen keq, domethënë që shqiptarët janë bërë pjesë e këtij lloj sistemi call centerësh, ku ne po mësojmë brezin e ri tonin se si të vjedhin.
Kjo është fatkeqësi që ndodh në Shqipëri. Pra ne shqiptarët po i punësojmë në call centra në mënyrë të lishme, shteti i di shumë mirë, ky pushtet se shteti s'është ky, por i din shumë mirë dhe i punësojnë të rit i punësojnë në për këto call centra ku mi mësojnë se si të vjedhin qytetarët e tjerë. Dhe kjo është fatkeqësi. Dhe Berisha sot del me një deklaratë të tillë, por kjo deklaratë është shumë e vonuar sepse kjo deklaratë duhet të ishte bërë paktën një 3 javë përpara. Deri kur erdhi ministri i jashtëm i Gjermanisë, por me sa duket në atë kohë Berisha nuk e lëvërdisa, nuk e kishte për zemër. Varet edhe nga momentet, këta janë politikan momentesh, nuk janë politikan linear, nuk janë politikan të cilët e ndjekin gjën. Vetëm kur i intereson ose kur duan të spostojnë vëmendjen nga një gjë në një gjë tjetër, atëherë nxjerrin diçka. Këtë lojë e kanë bërë të gjithë, ta nuk është se kanë bërë vetëm një person apo një parti, këtë bëjnë të gjithë. Kështu e kanë gjithë, është si puna e këtyre paketa e maleve. E kuptohet që unë do doja supozojmë që opozita dilte dhe ta kundërshtonte paketën e maleve, pa marrë si shembull, sepse mund të jetë ke paketa maleve, mund të jetë qerreti ke paketa maleve, por çuditërisht nuk flet njëri. Dhe do vi një moment pastaj që këtë paketën e maleve, këtë që po ta themën sot, për shembull Kavaja apo Rogozhina apo kjo Fuska ke paketa maleve, qerreti futet ke paketa maleve, pastaj do dalin nesër, do thonë korrupsioni njëra tjetër. Pra nuk janë të janë thjesht disa denoncues që denoncoj atë që themi që i ka hi koha, apo se këtu duke bërë nga një skandali tjetër, ne kemi arrit në atë pikë se harrojmë atë skandalin e ditës parë, se në del një skandal tjetër. Dhe kështu është edhe kjo e Zimbrakut, por Gjermanët kanë atë pjesën pastaj që nuk e harrojnë kollaj dhe nuk e falin kollaj, dhe aq më tepër kur është i njëjti person që është te Zimbraku, i përfshirë te Zimbraku është i njëjti person që është edhe tek call centeri, që Gjermanët e kanë në hetim. Nuk di a kanë qenë gjykata apo jo, po ndi që në hetim është totalisht edhe me Olçi Ramës është në krye të saj.